në live një mashkull, një djalë. Është një djalë në fakt që ka afërsisht moshën e të gjithë të rinjve të Handales, i cili për momentin me aq sa më ka thënë Elona është në një dhimbje dashurie. Është ndar dhe e dashura e ka tradhuar, kështu që ai është tani në lëndim, është në një zi të vetën. Kristi? Përshëndetje Dalina, si më dëgjon? Po, të dëgjoj. Kristi, po, më thuaj. Ti je i lënduar për momentin, më trego pak më shumë për historinë. Nuk di nga t'ja nis, nuk di ku t'kap një fill me emocione, po më vjen tani shumë mendime, po doja nis nga fillimi për të treguar. Si çdo njeri i ri, për një jetë, pasi kisha një jetë si adoleshent, le të themi, në moshë 18 vjeç, tani jam pak më i rritur, 2 vite. Kisha një jetë edhe nga një koment më sak në TikTok, i shkruaj dikujt më ktheu nga një koment në një like në Instagram, nga një like në Instagram, në një telefonat, një bisedë në një tjetër, nga një takim në një tjetër, nga një përqafim në një kështu u afrova me dikë. Për mua le të themi me plot gojë ishte dashuria ime. Me atë kam përjetuar çdo lloj emocioni, qoftë mirë, qoftë keq. Kam dashur me shpirt, nuk e di qofse më donde me shpirt apo e bënte për shokët, nuk e do dorë në zjarr, po për veten time dhash maksimumin për atë, edhe për veten time për ndjenja se doja me shpirt, nuk ose se doja të kaloja kohë. Isha i vendosur dhe me atë isha all in, le të themi, isha çdo gjë. Ajo vinte nga një histori që kishte pasur një fejes më përpara, isha një çuneri që kisha vetëm mendje për të dalë për të çeltitur, më kupton, një adoleshent të themi. Më fali sekond, ti je 20 vjeç, kur sa vjeç ishe kur e njohe? Para një viti ka ndodhur kjo. 19, pa jo sa vjeç ishte? Ajo ka pasur, ishte një vit më madhe se mua, ka pas kishte një histori si për fejes me dikë, po. Okay. Po kishte gati një histori, por nuk ishin hesabet e saj që pylli. Po, okay. Kur ma tha u stuprizova, u abita, themi të vërtetën. Nuk e mendoja, thash, what is going here, nuk më duk si andër. Ja tregova prindërve, vëllezërve, motrave, si çdo familje shqiptare, themi të vërtetën, mos të mburemi shikose. Të themi realist, nuk se e pritën shumë mirë, po prapë bekimet mi dhanë, më thanë, t'japim bekimet e dua, qoftë nga të tërë si familja. Isha me shumë pasion në atë si lidhje, doja shumë, jepim çdo gjë, kalonim bashkë me njëri tjetrin, rinim 24/7 bashkë, bitonim, vija çdo ditë nga Tepelena në Fier për t'i dhuruar qoftë një trëndafil, një buzëqeshje, një përqafim, çdo gjë që ata bëja të ndjesha happy, se kishte kaluar një traumë, le të themi, në mendjen time, por doja që atë ta zbukuroj, ta rigjallëroja si femër, si person që e doja. Më fal, kur thua traumë, e ke fjalën për ndarje nga i fejuari? Nga ishte partneri saj, po. Edhe ju lidhet me njëherë mbas prishjes së fejesës, pas ndarjes? Jo, kaloi një kohë që ajo ishte, edhe nuk kemi periudhë gati 5 muaj që pasi u nda me të fejuarin, ishin në një njohje, pastaj u lidhëm. Dhe ai gjatë kësaj kohe të ishte qartë ty për të kaluarën, përderisa ti doje që ta gëzoje. Jo, nuk ishte se më ishte i qartë, por thjesht e shikoja në sytë e saj që ishte pak e lënduar, dukej, nuk mundet të më thoshte e fjalë, por e shikoja në reagimet në sytë e saj. Por çdo gjë ecte mirë, le të themi, e doja me shpirt, më donte, se di, por thjesht tani kur e kthej kohën pas tem se si ndodhi që arrita deri në këtë pikë, jam i lënduar, jam i thyrë, por nuk më kthye ajo dashuria që dhash, më beso Dalina. Mendonim të ardhmen bashkë për njëri tjetrin, na shumë seriozisht e mora me ata, mendonim të ardhmen, mendonim shumë gjëra para. Po çfarë ndodhi? Pastaj mund të kalojmë më vonë tek e tashmja, po dua të kuptoj historinë. Unë e thash që të ka tradhtuar, po si ndodhi kjo? Po. Ndodhi që
Ndolli në Maqedoni këtë muajin e fundit gati, më ndryshoj pak si person, le të themi, u habita pak. Po të dëgjoj, më fal? Po të dëgjoj, vazhdo. Po, kur vajti në Maqedoni për studiuar, e mirëprita si vendim, isha dakord, do isha aty, i thash, do jam aty, do le çdo gjë familjen time, pavarësisht se prindërit e mi ishin pa kundra, më thonin, po humbet shumë vete, nuk i fokusuar as te punat, ndihmat as në një shkollë, asgjë, thjesht ishte ajo në parimin tim të parë, në sytë e mi, në mendjen time, në çdo gjë, ishte ajo si person. Kur vati në Maqedoni, aty thash, nuk e di, ndryshoj çdo gjë, nga ai djeli që linte çdo mëngjes për mua, më lindi errësira. Më kupton, unë e nisja ditën me një errësirë dhe përfundoja me një errësirë. Se ajo ishte larg. Ishte edhe pjesa e distancës, le të themi, por nuk është, e kisha të doja një përqafim, fjalën e kisha, i thoni njëri tjetrit fjalë të bukura, më kupton, por prap kur ke një përqafim, ke dikë që ta kesh afër, është ndryshon situata, por e mirë kuptoja dhe i qëndroja prap, pavarësisht se mendonin për t'u takuar prap. E kishim këtë pasionin, se kishim humbur. Më pëlqente ajo si goci kishte lukun e kishte shumë serioz, bënte diferencë nga gocat e tjera kur dilni. Jo se ishte imja, se ishim bashkë, por thjesht në sy të publikut duke që ishte wow. Ndodhi njerë që kishin ftuar shoqjet në një klub për të dalë, e mirë kuptova, më tha që shprenim çdo një gjë njëri tjetrit pa asnjë hezitim, qoftë mirë, qoftë keq, shprenim, thonim është këtu situata, çfarë mendojmë, menim shkëmbenim ide për njëri tjetrin dhe ishim shumë okay. Edhe më tha që do dalë me shoqjet, e mirë prita, i thash okay, super, kënaqur, shko. Të jem i vetëdijshëm pak në çfarë do bësh. Kisha besim të plot, Dalina. Shumë të plot kisha besim, e dija që nuk do më lëndonte apo ku ta di unë, thjesht e lash ta shko. E i thash pak të veshja, dija që veshjen ajo kishte shumë serioze dhe kjo është një gjë që më pëlqen siç po ta shpreh. Kur e pas në atë veshje ashtu, më ra pak si bomba, më ra pak si damllaja në kokë. Se çfarë lloj veshje ishte? Ishte një veshje pabi që nuk më pëlqeu, të themi të vërtetën, ajo veshja që ajo doli në klub. Më false. Ishte një veshje që më kupton pak që për një femër që është në një status tani që ishim bashkë, unë e të vishe në një lloj. Çfarë veshje ishte, se jam kurioze, për ma përshkruaj pak, ta di, ta kuptoj se çfarë. Ishte një bluze gjysmë, si të ta shpjegoj, gjysmë e prej një krah ishte, një krah nuk ishte. Ishte një bluze që shumë u futa shumë në meditime, ishte punë e xhelozis, nuk e di, por thjesht u surprizova me si tip kështu, si tip fundi deri te këmbët, edhe kështu nis për pub. Deri te këmbët mbi gjuri thua ti se te këmbët janë tërfundet. Ma deri aty, Dalina, nuk më ersuan sy në ato momente. Pra, po ti tash doj që të shkonte me triko ajo, se kuptoj, do të shkonte me... Jo, thjesht gjithmonë që shkondi që ishte veshje më serioze, po prape anashkalova atë, pavarësisht se më puti një mit të zeza, çporu nga jeta ime, largohu, ti nuk më meriton, do ndaj me ty, po e kalova këtë. Pa. Trauma më e madhe që ishta që ditës e ndjeja që diçka po luaj në ardhe, ose isha i trash ta kuptoja, ose ishte hiri në sytë e mi, nuk e di, por thjesht më vinin foto, Dalina, që shoqëroj me dikë, por nuk i besoja, se jam një tip që po nuk e pash një person, një objekt me sytë e mi ta prek dhe ta shikoj, nuk i besoj në botë. Më fali sekond, se unë dua ta kuptoj historinë, se ne nuk e dim historinë, kështu që le ta kuptojnë dhe njerëzit që dëgjojnë. Të vini foto nga Maqedonia, ku ajo ishte me shkollë? Po. Po kush i sillte këto foto ty nga Maqedonia? E di, më vini numrat pa njohur, i hapi ato fotat, nuk reagoja me çam dilte para, e shkatroja çdo gjë nga inati që se mbaja do thash si ka mundësi që dilte. Okej. Edhe ndjesha keq, ndjesha shumë i lënduar. E mora pasi
kaluam atë zëngën e pubit që doli, e qetësova disi, edhe i thash ja thash drejt për drejt, i thash që shikosem. Kristi, se e bëri çik lëmsh historinë zemra. Ti a ishte në Maqedoni? Papi kur ndodhi në Maqedoni? Si? Historia pubit kur ndodhi? Në Maqedoni ndodhen të dyja historitë zëma. Dhe ti isha, nga isha në Shqipëri. Ti e di shumë mirë historinë tënde, po ne nuk e dim edhe duhet të ashtu, ta sqarojmë pak. Ti ishe në Maqedoni, ajo doli në pub me shoqet, apo erdhi në Shqipëri nga Maqedonia me pushime? Isha në Shqipëri, unë isha në Shqipëri, ajo ishte në Maqedoni, ishte si tip online, video online. Me video? Po, me video. E mi na fal në brezin sa harruam. Na fal brezin, tim harrua fare që është e video aty. Se s'po e kuptoja thash si. Okej. Ishte video, ishte që flisnim në video call çdo gjë dhe kjo ndodhi rreth për një muaj gati 2 ndodhen të dyja këto si goditje për mua, po kjo e dyta ishte ajo që më fundosi modi në një humner që s'po ngrihem dot o Dalina. Sepse ti e pe të erdhën foto nga numër anonim që e çuditshme kjo? Po. Nga mund të ishte të numër anonim? Nuk e di Dalina. Më vinin foto miqtë të përbashkët apo? Po miqtë të përbashkët, se si ja morën numrin tënd? Apo të vinin në rrjetet sociale? Harrova. Më vinin në WhatsApp, nuk e di thjesht kur i hapja ndjesh. Derisa më tha troçi po shoqëroj me djalë, më tha kështu, si pa të keq, më tha kështu, fani, më tha në mënyrë fani, ndërkohë unë fundosa, u bëra kështu, dia ku isha. Edhe ta ka thënë kështu lehtësisht fare. Ma tha kështu, që ku s'fundot të azja, që kur ishte diçka kalimtare, ishte kështu. Unë fundosa, u bëra, dia ku isha. S'u ngrita dot në tani, gati një muaj ku bëjmë. Shiko Krisi, unë nuk do të e përmenda pjesën që jam më e madhe se ty në moshë, e përmenda për videon, për humor, nuk do ta përmend më, sepse ndonjëherë bëj këtë gabim kur dëgjoj disa histori dhe them, sa ka para, po ti je në historinë tënde tash je në momentin tënd. Kështu që kjo historia është e vlefshme për ty. Se unë do isha gati të thoja, se kalon, nuk ka problem. Megjithatë kjo është e vlefshme për ty dhe tash ti je në dhimbje apo jo, po më duket jona sikur është krijuar një terren që të ndodh kjo. Nuk të duket pak sikur mund të krijuar terreni që të ndodhte, se fakti që ai thotë kaq thjesht ajo që terreni që të ndodhte distanca e tyre. Të ndodhte edhe pjesa e tradhtisë, fakti që iku, fakti që ky tha jam shumë i përkushtuar, fakti që ky ja tha që kam një tjetër ja tha me shumë me qeshje, kështu lehtë fare. Domethënë sikur është krijuar një terren më shoqëror se sa më duket edhe një marrëdhënie shumë e disbalancuar që thotë edhe vetë Kristi, unë jepja gjithçka, dhe tani që ka ndodhur pjesa e ndarjes, mund të jetë më i vetëdijshëm se nuk ka ndodhur e njëjta gjë nga pala tjetër. Siç duket edhe me kërkesën për të bërë një shkollë shumë larg vendit ku jetojnë, dhe komunikimi thotë ka qenë mirë, por si duket e kalon pak ndoshta në mungesë Kristin. Në mungesë fizike dhe në mungesë ndoshta edhe emocionale, që përkushtimi fillon edhe rrallohet kur je në distancë. Nuk e dia mund të them që është edhe pak e idealizuar si marrëdhënie kjo nga ana e Kristit, ose Kristi mund të gjendur në një moment ku i ka lidhur çdo gjë me të, ka lënë pas shumë gjëra, siç edhe familja e tij thotë e kanë referuar. Se di Kristi, nëse kjo gjë tani që pjesa e ndarjes ka ardhur, je bërë më i vetëdijshëm se çfarë ka ndodhur me ty në marrëdhënie. Krisi, aty je? Aty jam, po s'di ç'të them, jam pa fjalë, jam. E di që ti je në dhimbje. Shumë nuk di si të ringrihem. Bisedova njëherë me tim vlla, më tha, të më dëgjoj, tha më përpara, s'do ishe fundosur këto, tha, po koka beri, koka pësoj, tha. Nëse tash të më dëgjoj, këto fjali nuk vlen në këto raste, se dalin të gjithë profet për atë punë. Një pyetje kam për Kristin, ai dëshiroje shumë një lidhje në moment kur ti fillove të kisha kontakt me këtë vajzë, pra ishe në kërkim, apo erdhi natyrshëm? Erdhi natyrshëm, do të themi, që thjesht më pëlqeu mënyra si shpreh në TikTok, ishte kur e takova live, ishin shumë gjëra që më tërhoqën dhe thash pse jo, kjo është e dura për jetën, mendonim të ardhmen për me njëri tjetër.
Çfarë të bindi, domethënë përveç të folurës së saj, çfarë gjetë ti tek ajo? Më bindi serioziteti, kishte muhabetin serioz që nuk të hithe nga një temë në një temë ose i thoshte fjalë të drejta. Thoshte që shiko, do ecim këtu. I menim shkallët nga dalë, avash dhe çdo gjë e menim qete shtruar, qoftë nga ana ime, qoftë nga ana e saj. Çdo gjë e menim jo me urush të madh. Po të propozonte praktikisht që ju të kishit një marrëdhënie më të gjatë bashk? Po, edhe unë edhe ajo të dy e kishim atë seriozitetin që të vazhdoni për më shumë, për diçka më serioze. E kuptove që në fillim të pjesën e dashurisë apo sa pas sa kohësh fillove të ndihesh shumë i përfshirë? Që në ditën e parë. Mendova, kjo është e dura, që kur e pash, thash, i rash jackpot. Çfarë të tërhoqje? Më thënë pjesa e pamjes, se ishte e para. Edhe te pamja, edhe te muhabeti që bënte, nuk ishte djallëzi të themi. Nuk ishte njëri djallëzuar. A ishte kjo lidhje e parë për ty, apo ke pasur dhe lidhje tjera? Dëgjoj, kam bërë një jetë adoleshenti, një jetë djali. Më kupton, i rritur mes vëllezërve, një jetë të themi. Jetë si çuni i ri, më kupton, po me këtë kisha shumë seriozisht. Më kupton, po ta them sinqerisht. Duket sikur ke projektuar të ardhmen tënde aty tek ajo. Ke filluar të projektosh të ardhmen. E mendonin, e flisnin për të ardhmen bashk, gjërat që do bënim, ishim shumë okej, ishim çdo gjë shkonte vaj. Nuk kishte të përshkruar. Si natyrë ti je kështu i ndjeshëm edhe shpreh atë e shpreh personin që e do, në qoftë edhe me nënën tënde qoftë. Po, e shpreh, i thash shiko, për mua je në zemrën time, në mendje, në zemrën, në çdo gjë, thjesht je fokusimi i parë kryesor. Si ishte reagimi i saj kur ti fillove të përfshihesh shumë emocionalisht? Ajo e bënte një të gjë? E bënte pak më ftohtë si mua, më kupton se shiko, do të bëj happy, do jemi bashkë, unë jam këtu. Fjalët e buta që më ngronin zemrën, unë po ashtu ishte okej. Nuk ishte 100% i dur, më kupton se edhe ajo vinte nga një humbje dhe ishte pak e ndërlikuar. Të themi. Po. Nuk e di. E mund ta mendoj që dhimbja jote sa vjen dhe shtohet në mungesë, apo si po ndodh me ty? Nuk e di, kam të vështirë tani të prek celularin, të bisedoj me dikë, thjesht ishte krau im i djathtë, po të ta them se sinqerisht, ishte krau im i djathtë. Kur vendosë dorën time te krau, e ndjej sot e kësaj dite që te krau sikur kam një dorë që eci në atë, më kupton, kam shumë të vështirë. Po kontakti fundi, po më thuaj. Po, më falë, të dëgjova. Kontakti fundi që ti ke pasur me të? Kur ka qenë? Pasi kuptove tradhtin? Para gati 20 ditës, nga data 2. Si ishte ky kontakt? Ç'a ndodhi? Në telefon, thjesht e mora në telefon, folëm edhe më tha shumë qetë. E ndave ti apo të dy bashkë fillua ta mendonin që ishte më mirë të ishit të ndarë? Ajo më tha që shiko, kjo nuk vazhdon dot. Më tipi im. Ti do vazhdoje e pavarësisht kësaj? Tani në zemrën time u fut djalli dhe angjëlli. 50% thoshte fale se keni kaluar çdo gjë, keni qarë qeshur bashk, 50% thoshte jo, vazhdo jetën, shiko se jes bërë 2 lek njeri. Nuk di atë që thua, thjesht ngela ju tuar nuk fola. Mbylla telefoni dhe dola në natyrë të mire ajër që të thosha dhe nuk dija. Nuk e besoja realitetin. Nuk dite pare kisha që nuk e besoja këtë realitet, më duke sikur ishte kamere fshet, më duke sikur do rikthej, po kur e kaloj ditës mendoj shiko ka ikur. Po fillon ta pranosh, pak nga pak? Po ndjen këto që ditës ka dhe një lloj pranime të këty? Apo mund të themi që është akoma herët? Nuk e di.
E ke kontaktuar më apo jeni Jo. no contact? No kontakt, se kam kontaktuar. Po, e ke bllokuar? Jo, ajo më ka bllokuar, unë se kam bllokuar. Thjesht kam shqip çdo mesazh, çdo gjë, çdo foto. Thjesht jam futur në një shpellë errësire që dua tri vetëm atë errësiren time, më kupton Dalina. Ja, të kuptoj. E rëndë është në fakt. Edhe e rëndë është kur dashurova një person që e dashurova me zë, Dalina. Nuk e dashurova për lojë. Nuk e dashurova për të kaluar kohën, për shtyr kohën, për hajde se s'kam qa bëj. Shiko, Jona, kam një pyetje. Më fal, Kristi, se për ty po Po, pyes, vazhdo. po është një shprehje anglisht që quhet rebound. Që do thot, në basketball rebound është kur bie topi në kosh, edhe është ai një nga lojtarët që e merr topin. Nëse edhe e merr dhe ja pason skuadrës. Ai tha që në fillim tha po mundohesha që t'i jepja optimizëm, ta qetësoja se vinte nga një marrëdhënie, nga një fejes. Që edhe pak shumë e vogël për në këtë kohë që të fejohesh, me thënë drejtën, por gjithsesi, ndoshta kështu ishte zgjidhja vet. Dhe po e qetësoja. Dhe e ka qetësuar, i ka ndenjur afër, ka dhënë gjithçka, mes natës do ikte për atë, i çoi derisa unë do lë familjen, do lë gjithçka, do lë punën për të ardhur tek ty. Dhe është një fenomen shumë i njohur ky, kur mbas një lidhje traumatike të del dikush, ti nuk është se lidhesh me atë dhe është si zgjedhje. Zgjedhja që ti e dashuron atë njeri, por zgjedhja që ti është një njeri që të ka ardhur për komfort. Eksakt. Kështu që ndoshta Kristi është djali rebound, Kristi. Nuk kanë qenë të dy në të njëjtin fal për ta lidhur emocionin njësoj, për ta zhvilluar njësoj. Dhe po. Dhe aq shumë sa ka qenë i dhënë Kristi ndaj saj, dhe fakti që e shpjegon shpesh si vajzë serioze, unë e interpretoj në kokën time, mund të jem komplet gabim, që nuk është pasioni i saj, pra vajzë përmbajtur, presim pak, shumë artikuluar ai për 20 vjeçare që të jetë kaq serioze për këtë gjë. Pra mund të jetë një ndjenjë shumë e sinqertë miqësie nga ana saj, e një mashkulli që ofron ndoshta të kundërtën e të fejuarit, atë zhurmën ato, por që i qetësin, butësin, nuk e di, dashurin, vëmendjen gjithkohës që ja ka dhënë, edhe ky ka qenë pozicionimi. Më vonë pastaj ka tërhequr, ka shkuar prapë tek ajo çfarë ajo kërkon, mendon se i mungon. Pra nuk është se në këtë pikë të jetës së saj i mungonte Kristi. Kristi u gjend aty dhe u gjend me të gjitha, me shpirt, me zemër, me trup, me gjithçka. Ne themi në gjuhën e gocave pak më shumë se ç'duhet. Kjo pjesë, po pastaj ti Jona e bën analizën tënde, por mendoj Kristi që mund të kesh qenë lojtari, mund të kesh qenë reboundi. Pra lojtari rebound në lojën e saj, mund të kesh qenë ai që ke ardhur në momentin e dur për të qenë komforti i saj. Aty e? Po, aty jam për të gjë me vëmendje. Po, okay, vetëm të sigurojmë që je aty nga që jemi lidhje direkte. Pra, mund të kesh qenë njeriu që e ke akomoduar dhe ajo me sinqeritet e ka vlerësuar këtë dhe ka qenë e sinqert me ty në marrëdhënien tënde që ka me ty dhe si të ka parë ajo. Por nuk ka qenë e sinqert ose ndoshta se ka analizuar mirë. Gati, nuk ka qenë gati për të përfshirë në lidhje. Për të përfshirë. Pavarësisht se po e përdorim shpesh një partner kaq komfort. Po. Përdorim. Femrat e bëjnë shpesh, e kanë një lehtësi për të kaluar dhimbjen e ndarjes, por edhe shumë më bëri përshtypje ajo që them pak më përpara, edhe shumë komfort ose edhe shumë shprehje dashurie në mënyrë të zjarrt, nuk e dëshirojnë ndoshta shumë njerëz. E ndjen një presion gjithë këtë lloj shprehje dashurie, edhe pse dikush tjetër thotë mua mungon, edhe mund ta gjykoj që çfarë po thoni. Në të vërtetë, kjo e ardhur dhe nga personat që studiojnë marrëdhëniet në çift, pra të terapistët, ku një mbi shprehje mund edhe të ndihet konsumuese, mund të ndihet edhe mbytëse për një person. Dhe tashmë mund ta marrë për të mirëqenien që e ka, edhe thjesht e neglizhon më pas, përfshihet në diçka tjetër. Shiko, edhe ajo vetë nga ana tjetër ka një pattern, ka dhe ajo një të vetën, sepse ajo është fejuar kaq e vogël,
është futur në një marrëdhënie pa e kuptuar veten kush është, ajo s'ka krijuar identitetin e saj akoma. Pa krijuar identitetin e vetin, u fut në një marrëdhënie tjetër. U fut në një marrëdhënie tjetër ku i premtoi gjithçka Krisit, dhe ndoshta në ato momente ashtu e ka gjykuar e marrëdhënia, ashtu e ka menduar ajo vërtet. Po. Dhe pastaj kaloi në bluzën pa mëng në Maqedoninë e Veriut, kur hoqi një mëng të bluzës dhe i pëlqeu vetja ndoshta tjetër dhe u fut prap në një marrëdhënie tjetër. Pra, edhe ajo ka dhe këtu një çështje që s'është shumë normale, po them, që nuk i bën mirë as asaj te kjo. Marrëdhënie nga marrëdhënie që edhe ajo nuk e di se ç'a do. Nuk e di se ç'a do. Ta heq mundësinë që ti të kuptosh realisht se çfarë do, sikurse mendoj edhe Kristi, kjo situatë është diçka që mund ta analizojmë, nuk e di, dashuri, siç Kristi mund ta ndjej, dashuria e parë i referohet vazhdimisht. Edhe a vjen kjo nga fakti sepse në atë moment Kristi ka pasur nevojë që të ketë dikë dhe mund t'i ketë lidhur gjitha këto me atë person që i ka përmbushur. Apo mund të jetë edhe diçka e cila, le themin, mund të vi realisht nga eksplorimi, pra vërtet e kuptoj që me këtë person shiko, edhe hyrja e këtyre ka qenë pak si shumë serioze për moshën, sepse edhe mënyra se si foli Kristi, edhe mënyra se si fillove ti si çdo djalë i ri, që dëgjoj shumë shpesh të ta thonë në Shqipëri, e fillojnë gjithmonë fjalin kështu, edhe unë si çdo vajzë, po jo si çdo vajzë, do të thënë ti. Komunitetin. Që fusin gjithmonë komunitetin, edhe mënyra si e tregoj adoleshencën, pra si dhe unë si adoleshentët, që ndërkohë prap Kristi ti je i ri, je 20 vjeç, mos harro. Për ty, thash, unë ne respektoj kohën tënde, por që je i ri për të kërkuar për të hedhur në gjëra kaq serioze kur ti nuk e di akoma. Pra, se dhe gjërat serioze kërkojnë edhe Kristi dhe gjërat serioze, kur ti futesh në një marrëdhënie për seriozitet, duhet dhe ti të kuptosh, të masësh, nuk po e them atë pjesën banale, po është e lezetshme si fjalë, por duhet masësh edhe atë mundësitë tua, që çfarë ke ti, se si çfarë është lidhja serioze, çfarë ofron ti në lidhje serioze përveç dashurisë. Se të futesh në lidhje serioze do thotë të lësh gjithçka dhe ti shkosh nga mbrapa tjetrit. Po të sigurosh që kjo lidhje është e shëndetshme, do të thënë që jeni të sigurt, jeni të rehat me gjërat që bëni, me pasionet tuaja, ju jeni akoma ajo pa eksploron shkollën, nuk e di si është çështja jote. Ti futesh në lidhje serioze, duhet jeni rehat, ndoshta ose të dini se çfarë do bëni financiarisht, se lidhje serioze do thotë të shkosh drejt familjes. Një lidhje serioze. Dhe diçka që mendoj që po ndodh me Kristin është edhe fakti se kur mbarojnë këtë dashuri në periudhën e mjaltit, pra është periudha e fillimit që është shumë e bukur, normalisht dy persona t'u japin më të mirën e tyre, dhe përfundojnë aty, edhe ngelen më atë kujtimin që marrëdhënia që nga kjo është e bukur. Nuk kanë kaluar në pjesën e bashkëtesës, s'kan probleme të përditshme, zgjedhin probleme. Jo, po patjetër. Duke mos kaluar aty, normalisht ngelet ideale kjo pjesë e dashurisë. Ata mund të kalojnë marrëdhënie të tjera dhe kjo mbetet dashuria e parë. Ideale, po unë kam vetëm një frikë për Kristin, se ka lloj ndarjesh, ka ndarje distancë, ka ndarje se nuk duhen, po tradhtia nga ana e gocës shpesh është shumë dëmtuese për meshkujt. Edhe Kristi, po. Aty e? Këtu jam, po të dëgjoj me vëmendje. Aty e. Është dëmtuese dhe un kam frikë Kristi dhe do doja shumë që ndoshta mund ta bësh tash rrugës mos ta humbësh besimin, sepse ka një lloj thyerje që ndodh, sidomos në njëri në këtë situatë që je, por çdo situatë është shumë ndryshe nga tjetra. Çdo njeri është ndryshe nga çfarë të ndodh ty 20 vjeç me atë vajzën, rrugës do takosh njerëz të tjerë, domethënë jeta është sa jetë është para. Por unë do doja që ta kishe parasysh që të mos kategorizoje çdo lloj femre të tillë, sepse jo asnjë nuk i ngjan një rast tjetrit, dhe kjo vajzë mund ta bënte këtë tani, po ndoshta mbas 3 viteve ndoshta nuk e bën këtë. Pra janë të tërë jemi në fazat tona. Edhe e para këtë që e bëj shumë meshkuj, që femrat janë të gjitha kështu, sepse janë thyer diku dhe që janë çuna kaq të mirë sa je ti. Kjo është, unë e di që janë dëmtuar edhe nuk bëhen më, edhe i gjykojnë, nuk bëhen më, domethënë për shumë vite. Kalojnë marrëdhënie që kalojnë ose thjesht marrëdhënie seksuale ose e bëjnë ato hapin e parë të tradhtisë, sepse thon ajo ka ose bëhen shumë xheloz, bëhen shumë mbytës. Po. Edhe për Kristin kjo është patjetër një eksperiencë. Edhe kur themi eksperiencë gjithmonë nuk del pa gjë. Është diçka që Kristi ka zbuluar dhe si reagon ndaj një personi që e do,
jep çdo gjë. Por ka harruar pak veten në gjithë këtë pjesë. Unë nuk e di, Kristi. Po, Kristi më dëgjon? dëgjoj me vëmendje, më thuaj. Po, më dëgjon. Okej. Po. Se më duket sikur je fut në batanie. Dëgjoj. Jo, se po dëgjoj. Okej. Kam një pyetje. Unë e di që janë vetëm 20 ditë dhe janë 20 ditë dhe për çdo njeri, qoftë 20, qoftë 40, qoftë janë të justifikohet çdo lloj dhimbje, loti, pikpyetje të justifikohen. Por në ndonjë moment në këto 20 ditë, a të ka ardhur në mendje ndonjë leksion, çfarë ke mësuar ti diçka nga kjo gjëja? Në vërtetë nuk më ka ardhur asnjë, thjesht dhimbja më mbuloi tër trupin. Më mbuloi nga koka deri te këmbët. U pushtova te dhimbja. Nuk më vinte asnjë. Mendoja si mund të arrija deri në këtë pikë, si të arrinim të dy. Ka ardhur asnjë mendim. Thjesht e voja me veten time, voja mendimet. Isha Krisi, do bëjmë diçka ne tani? A do bëjmë diçka bashk? Me që jemi në live? Atëherë, nga linja tjetër për merë vajza. Më dëgjon? Një sekond, më fal. Rri një linjë. Tash çfarë po ndodh? Po merr ai. Okej, atëherë po merr ishte dashura jote në telefon. A do rish ta dëgjosh dhe pastaj flasim prap? Sepse për momentin kjo është një gjë që nuk e kishim menduar që të ndodhte, po e kemi të pamundur teknikisht që të jesh në linjë paralel, por je në live stream, apo mundet? Do bëjmë dëgjoj, Kristi, më dëgjon. Më jep vetëm një reagim, të lutem. Do të bëjmë një pauzë 2 minuta dhe që të shohim teknikisht në rreth se mund të kemi të dy telefonat bashk. Dakord? po. E bën do ti këtë, je okay me veten? Pa ki rënduar, po. Po je okay që të dëgjosh dhe pranosh edhe palën tjetër? E kam të vështirë shumë dalin, ta dëgjoj. E di që nuk e di çfarë do thot apo ku ta di, po thjesht më rëndon. Më rëndon çdo Jona, gjë. a i bën mirë ta dëgjoj? Nëse ai pranon, patjetër që duhet ta vendos vet, Kristi. Mund mos reagosh fare, mund të dëgjosh ndoshta çfarë ka për të thënë. E kam shumë të vështirë, besoj. Nuk Shiko, ti do ta dëgjosh të ndoshta nesër pas nesër, edhe nëse nuk e dëgjon tani dhe mbyll telefonin ta dëgjosh nesër pas nesër se kurioziteti nuk do të lë. Por nuk e ka gjetur asnjëherë keq njeriu nga e folura, nga sqarimi se mund të ketë gjëra që ti ndoshta nuk i di ose ndoshta nuk i keni sqaruar. Kështu që sepse edhe ti nga ana jote nuk është se ke diçka abuzive që po thua deri tash, është më shumë po merresh mendimin tënde. Edhe po na dëgjon ne, pak realisht po na dëgjon më shumë ne se sa po flet. Kështu që nuk besoj se ai do të marri për dhe nuk i dihet. Le të surprizohemi. Bëj fort për të surprizuar se çdo lloj surprize prapë do jetë një zgjidhje, një pikpyetje. Mund të flisnim në metoda të tjera se diç ju shkrep në mendje, po thjesht jam pa fjalë nuk jam. A është ai goca, unë pyetja ime është nga e mori vesh ai apo i the ti? Si kam thënë Azia, nuk kam Mund ndërruar. ta ndjek tani ndoshta. Okej. Mase po na ndjek tani, kam marrë asnjë lloj reagimi, kam shkuar asnjë kam telefonuar në askënd. Gjithsesi Kristi, vendose ti. Ti je ai që e vendos në këtë moment, nëse do t'i japësh mundësinë ta dëgjosh, mendoj. Më fali se çfarë po ndodh tani? E kam shumë të vështirë, kur bëra gjithë atë, bëra shumë për atë, doja me shpirt, tani nuk e kam të vështirë, do të në zemrën time. Jo. Ajo goca do të flasi. Jo. Nesa, ajo çfarë ndodhi mes jush është tjetër, tash është ti vendose vet. Unë personalisht isha shumë kurioze vet, ose ndoshta jam vet njëri kurioz të di se çfarë ka ndodhur me palën tjetër përderisa ju jeni në kontakt dhe ajo të ka bllokuar. Dhe fakti që të ka bllokuar dhe kërkon të kontaktoj dhe të krijoj një pikë kontakti, edhe këtu ka diçka. Nuk dua të se një njeri që nuk ka zero interes për situatën, marrëdhënien apo njeriu vazhdon blok edhe as merret fare. Por e çuditshme që ajo të vazhdoj Dalina me atë shokun e ri që ka njohur me atë personin. Nuk dua asgjë. Thjesht Shiko, se unë nuk do bëj as Eni Çobani këtu, nuk dua të bëj fare këto. Këto më kanë patjetër që janë interesante, më kanë shijuar në një pikë të
kohësime dhe ndoshta do t'i shijojnë të rinjve të Andales të bëjnë këto gjëra. Kështu që e para se Tajona ta vendose vet. Ai mua më intereson ti more këtu dhe ke këtë çështje. Dhe unë fakti thash pse se dëgjon, më intereson ti tashi se si të dihesh ti. Jo atë ktheheni apo jo, nuk dua të bëj fare ndërmjetësim, nuk ka rëndësi fare, mos u ktheni se cilë vazhdimit tuaj, për mua pak rëndësi ka. Po mua më intereson shëndeti yt për momentin, sepse ti je në një gjendje shumë keqe dhe ndërkohë që ne flasim ti mezi flet. Edhe artikulohesh për të gjë, je në dhimbje. Është zhgënjur. Dhe je i zhgënjur, je shumë i zhgënjur dhe është i zhgënjim që nuk do të mbyllet sot, nuk ka për të her pas here do të dalin. Është i vështirë. Prandaj po them që nëse ti po deshe mos e dëgjoj absolutisht. Në rast se do ta dëgjosh, dëgjoje për ndoshta mund të të lehtësoj apo situata që je tani, jo për marrëdhënien e asaj me atë djalin, sepse the, ai të vazhdojmë atë. Është një gjë që le ta dëgjojmë çfarë mund të thotë njeriu tjetër që është përmendur pa u përmendur, kupton, me emër me mbiemër. Jo do një se bidot. Çfarë ndodhi? Nuk e bidot, nuk kuptoj jo se bidot. Po pra, mund ta po tash si çfarë telefonatit mund të rrinë në linjë apo mund të Okej. Atëherë vetëm shiko, ti dëgjoje vë muzikë, mbylle si të vendosësh vet. Po, alo. Vajza do jap një pseudonim? Okej. Kemi? Jona. Jo më pak e surprizuar. Ja, dhe unë e surprizuar jam, edhe për fakti që na ndjekin, se fakt unë e surprizuar për faktin që na ndjekin në këtë moshë. Edhe pse aty rinte live të ato ndjekës të Andales, por jo jam e surprizuar sepse në momentin që ka një blok apo ka një njerëz që kërkon distancim dhe kërkon tash të rikthehet në një kontakt, është pak e çuditshme. Po. Okej. Atëherë bëjmë një pauzë 2 minuta, rikthehemi prapë që të kemi në linjë. Atëherë për juve që sapo e ndjekni, s'po e kuptoni akoma historinë, kemi një djalë Kristi, i cili ishte në dhimbje. E dashura i kishte lënë, e ka tradhuar, thot ai për një tjetër, ndodhi krejt papritur, ai tha un kam dhënë gjithçka për të, e kam dashur, kam sakrifikuar gjithçka, isha gati të lija gjithçka që çfarë kisha ndërtuar në qytetin tim në Shqipëri për të shkuar me të në Maqedoni ku ajo është studente. Dhe ndërkohë atje tha sa iku, filloi të ndryshonin gjërat, qoftë nga fillimi në mënyra se si ajo vishej, dukej dhe pastaj duke kaluar tek fotot që i vinin që le të kuptoj që kishte një marrëdhënie tjetër. Dhe tash ai ka vetëm 20 ditë që ka ndodhur kjo dhe ai ishte në dhimbje. E pyeta Kristin që si është marrëdhënia jote me të, tha kemi qenë në kontakt fare, mbasi ajo më tha që me shaka që jam në një marrëdhënie tjetër dhe pastaj është ajo që më ka bërë blok. Ndërkohë çudia ndodhi që në momentin që Kristi po rrëfehej për këtë histori, ndërkohë që nuk ka asnjë kontakte me atë vajzën, vajza kërkon të hyjë në linjë. E kemi për momentin në telefon, po mundohemi të lidhemi teknikisht. Ai kërkon të hyjë në linjë dhe të jap anën e saj të historisë. Ndërkohë, siç thash, që ndodhi krejt papritur, ne nuk jemi këtu. Ky është një program që un kam qenë shumë e kujdesshme në kaq vite eksperiencë që tash jam shumë e kujdesshme që mos ta kthej në një show për absolutisht asnjëri, dhe për më tepër Jona do të ikte para nga ky kolltuk, nëse do të bëhej ajo gjëja e showt. Ndaj nuk duam ta kthejmë në show, por vajza realisht kërkon të flas vet, ne duam ta dëgjojmë, ndërsa Kristi ka të drejtën ta dëgjoj apo të mbyll telefonin thotë nuk dua të jem pjesë e kësaj historie. Por unë dua ta dëgjoj vajzën që Kristi nesër pas nesër, ndoshta është dhe një mënyrë tjetër komunikim për të kuptuar gjëra, sepse shpesh gjërat mbyllen me shaka, pa shaka, mbyllen dhe treçereku i dhimbjeve tona janë nga keq kuptimet apo nga gjëra që si menduam neve në trurin ton se janë ashtu dhe në fakt nuk janë. Gjithsesi është një mundësi që ne do të japim Kristit, dhe në fakt është një interesante për të dëgjuar dhe anën tjetër të një historie kur janë dy veta. Siç ishte dhe rasti i Gjermanisë, që prapë un kam ato kisha pikpyetjet e mia, kështu që neve kjo ishte një hyrje gjatë për të thënë që do të jemi vetëm 2 minuta pushim për të bërë lidhjen me vajzën, emrin së cilës nuk e di akoma, dhe pastaj do rikthehemi. Derisa Kristi zemër ti je i lirë ose të rish ta dëgjosh, të rish në linjë, të marrësh prap, më besoj që po e bëjmë për ty. Atëre të kalojmë tek ajo, jo e zeza, jo black.